Dje thamë bre... Po shoja bre preje që të nashtu. Po e kena pomëre, a s'ka kërku falje, nuk thamë që ka kërku. Unë nuk e shoh zbutje, gjede të thëj, shumë ndryshim strategjia. Tash më gëzu që një njëri që me ndru ka pak normal ato. Nga, a është i çmendur? Po jeni të jallon lutën pozitive. Mentale e pjati, që është me qujtë ndryshe, unë s'pe e pa ta. Unë jam do të më shtu. Unë më shumë e shoh ndryshim strategjie politike në prag të zgjedhjeve. Pra, subjektet politike ndryshojnë strategji kur ka fushata, ka zgjedhje. Zgjedhin metodat e tyne për me bo elektoratin për vete. Kështu e poshtë edhe dje. Unë jemi bindun që nëse dje zoti Kurti e ka thonë si kam thënë gjithve hajvan, jemi bindun që nëse e nxjerr në strategjinë e tij, ministri dhjetor çfarë ka mendu, prap kam e përsërit, kam i thonë tonve hajvan. Sepse nuk ndryshon politikisht, ajo është shaj. Ndryshon strategjia e tij politike, kuptojeni, dhe në situata ku je ngar, je në politik, ndryshon strategjia. Dëgjom, Gjef, domethënë ti ki pas akuza me subjekte politike deri tek vrasje gjithë e di. Por në politik kur e nxjerr një rezultat, e bën një strategji, tregosh edhe pragmatik, tregosh edhe strateg, tregosh edhe i pamenqëm, se tregosh një farformë dhe i ngutshëm që kushton me pasojë, siç është zoti Lima sot që e kemi në këtë konotacionin ton politik. Pra, gjithçka që ndodh, nuk është ndryshim karakteri, nuk është ndryshim qëndrimi, nuk është reflektim, as nuk është zbutje, është taktik dhe ndryshim strategji. Po që ato tha Halili. Nëse është ndryshim strategji. Se mesë shumë reagime, pasoj të japë me lidhë. Kjo nuk është krim, këtë nuk e bën çmendur zoti Kuti shpo i thotë. Jo, shoku. E ki shumë gabim, kjo është ndryshim strategjie. Nëse s'ka i cili synon me marr folja elektorale ato që Krim është ku del edhe thot para shqiptarëve, para Kosovës madje, që e ka shliu Amerika, jo Krim është me dal me on ku thot Shtetet e Bashkuara ju po shkaktoni çamjet shtetit. Për çamjet shtetit thot punë Amerikës ajo, so punë jam jo. Milind, po para se din Këndej, kam shumë reagime të njerëzve që po na ndjekin tash drejt për drejt. Kam përshtypjen Berat Buzhala kishte filluar një cikël të fact check në raport të intervistave. Po mi dërgojnë linçet për t'i parë videot që i ka bërë në Facebook, por Beratun e tim moti jemi blok me njëri tjetrin, nuk mund t'i shoh dot. Video që po mi dërgojnë mi dërgojnë në platforma tjera, se në Facebook nuk arritet me i pa drejt për drejt. Berati është simpatik, e ka këtë pjesën e vetë të diskurse që e mban dhe zotit Kurti, por nëse i kthemi ato elogjet dhe atë romanticizmin që kemi pa në veturën që ka qut dhe të shtëpia atë kohë në të shtatë, i bjen pak më ndryshe, por nëse analizojmë kush më shumë ka sfidu dhe kush ka bo intervistë më të mirë, atëre do të me kthy edhe ata që ka pas Berati 2017. Por natyrshëm mos më vjen kurrë e çuditshme, thash edhe në fillim të diskutimit, secili ka pjesën e vet të opinionbërjes, të pjesës së analizës, të gjithçka tjetër prej kandit që është. Kështu që nuk pritet për një moderator mi thon Kurtit po rend. Na që mujna me bo është sot gjatë të ditës këna mujna me bo fact check për së dhe në deklarat të Kurtit. Unë mos pret që moderatori ato i thot të përren, të i qmendër, e ka bo pyetje. Ka qenë pyetje të vërteta. Po përgjigjet kanë qenë të gjitha rrena. E tash, që na mbetet neve është me i kontrolu faktet dhe argumentet që ka parashtruaj. Amo që më do me thonë është që se cili lider para zotit Kurti i ka zgjedh mediat ku ka shku. Për shembull, ka pas raste kur kujdes ti mos vaj. Po me ty su populli që ti rre. Po jo populli që kur vardomi pe me edhe me raj. Unë klientin se vendime koli. Ka një vendim dom popullit të Kosovës nuk e morëm. Ai me vendimet tonë. Ja nëse flasim pa vërtetë dëmtojnë debati publik, që është gryrje demokracisë. Na kanë ndërprer dialogun Amerika dhe ke kena punë me Amerikë, pra për në popullin edhe ka në Zotri Kurti ka hyrë në fushat. Edhe nëse e shohim, domosdoshmë është e ndjek një farë tendencë që ka pas Zotri Thaqi në vitin 2014. Nga mbreti ka rënë nga fruni, o kthy te populli me video selfie, me videometri,
me vitë të pi kafe, sikur se zotëri tha që ka bo në vitin 2014 me Kurti. Po e visha gjamperin, ato të leshtin. Tash në ta veshë, që vishëm të aksion garderobën zotëri Kurti.